Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Lam të mirë doktor, ja se çfarë duhet të hani nëse keni probleme me tensionin. Hipertensioni ose njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut është një prej sëmundjeve me të cilat bashkëton gati 30% e popullsisë sot në botë. Një vrasës i heshtur që po rritet me një shpejtësi të frikshme. Kjo sëmundje kronike karakterizohet nga rritja mbi vlerat normale të tensionit të gjakut të arterjeve. Prania e hipertensionit tek një pacient rrit rrezikun për të zhvilluar edhe patologji të tjera si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare. Një prej këshillave më të shpeshta që jepen kur vuani nga hipertensioni është sigurisht që të gjeni ushqime të përshtatshme për të mbajtur nën kontroll nivelin e tensionit të gjakut. Ushqime të cilat përmbajnë magnez dhe kalcium. Ushqimet e pasura me magnez dhe kalcium ndihmojnë në kontrollin e tensionit të gjakut. Ushqimet që përmbajnë magnez janë pikërisht drithrat, orizi integral dhe gjithashtu bajamet, gështenjat, fasulet, spinaqi e të tjerë. Ushqimet të cilat mbajnë kalcium janë kosi, djathi, lakra, brokoli, spinaqi dhe lakra jeshile. Selino. Selinoja mban nën kontroll kolesterolin dhe stimulon veshkat si edhe shërben për të luftuar hipertensionin. Selino përmban shumë minerale të rëndësishme të tilla si kalium, zink, kalcium, hekur, fosfor, magnez, vitamin C, vitamin B e të tjerë. Në mjekësinë kineze, selino është përdorur si një ilaç për tensionin e lartë të gjakut. Lëngu i selinos është një mjet i shkëlqyer për ruajtjen e një shëndeti të mirë pasi largon toksinat nga trupi. Peshku. Peshqet si salmoni, toni, trofta e të tjerë janë të pasur me acide yndyrore omega 3, të cilat gjithashtu ndihmojnë në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Salmoni përmban acide yndyrore të cilët nuk mund t'i prodhojë trupi ynë dhe ato ulin në rrezikun e sëmundjeve të zemrës dhe të paralizës. Erëzat. Erëzat jo vetëm që ndihmojnë në dhënien e një shije më të mirë të ushqimeve, por ato gjithashtu ndihmojnë edhe në uljen e tensionit të gjakut. Rigoni, piperi i zi, borziloku, shafrani ndihmojnë që të ulet tensioni i lartë i gjakut. Hudhra. Studime të ndryshme kanë zbuluar se hudhra është po aq efektive në uljen e tensionit të lartë sa edhe disa medikamente tepër të zakonshme. Ulëmtuesit australian kanë theksuar se doza prej 600 deri në 900 mg që përdoret në shumicën e mjekimeve përmban rreth 3,6 deri në 5,4 mg të alicinës, përbërës aktiv në hudhër. Çokolata e zezë. Konsumimi i çokoladës së zezë është njëkohësisht i mirë për shëndetin e zemrës sepse ul shtypjen e gjakut dhe specialistët këshillojnë gjithashtu që së bashku me dietën e duhur të sëmurërit me hipertension duhet që të bëjnë ecje ose shëtitje në ajër të pastër 2 apo 3 herë në javë. Ndërkohë, nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni që të përdorni këto produkte. Shega. Shega është e pasur me antokjaninë dhe lëngu i saj redukton disa lloje të sëmundjeve. Ndihmon në uljen e kolesterolit të keq si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret edhe si lëng apo kokrat e saj mund t'i përdorni në sallatë, smoothie ose salca. Avokado. I pasur me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupin sodiumin i cili dëmton enët tuaja të gjakut. Panxari.
I pasur me nitrate, lëngu i panxarit ndihmon gjithashtu në uljen e presionit të lartë të gjakut. Nitratet shndërrojnë oksid nitratit, të cilat përmirësojnë funksionin e gjakut duke i zgjeruar enët në mënyrë që gjaku të rrjedhë më mirë. Në këtë kategori futet edhe spinaqi apo perimet me gjethe jeshile. Limonët, të pasur me minerale dhe njëkohësisht me acid citrik, limonët dhe lëngu i tyre sipas studimeve ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur hipertensionin. Çokolata e zezë, e pasur me flavonoide, ajo ndikon në uljen e tensionit të lartë. Studimet kanë treguar se marrja e flavonoideve nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit sistolik në gjak. Në këtë grup futet edhe molla dhe për më tepër edhe lëkura e saj. Bajamet, ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar deri në 50 gram në ditë, i japin trupit antioksidantët e duhur, të cilët lidhen me uljen e tensionit të gjakut. Hudhra, në qoftë se e pëlqeni, duhet të dini se edhe muret e arterieve e duan shumë. Sipas studimeve ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ulët të gjakut ishin ata që përdornin shumë hudhrën. Prandaj nëse dhe ju keni këtë qëllim, përdoreni edhe ju në dietën tuaj ushqimore. Boronicat, ngjyra e tyre e errët është një tregues që ka sasi të lartë antioksiduesish dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati në shëndetin tuaj duke ulur presionin e gjakut. Kanella, në grupin e erëzave shihet më së miri që kanella, rigoni, turmeriku, xhinxheri mbajnë nën kontroll tensionin e gjakut për një kohë të shkurtër. Madje disa studime kanë treguar se me njëherë pas 24 orëve të konsumit do të normalizohen parametrat. Kosi, një studim i vitit 2021 ka treguar se kosi ndihmon në uljen e tensionit të lartë të gjakut pasi është i pasur me mikronutrient si për shembull kalcium, magnezium dhe njëkohësisht potasium, të cilët ndikojnë drejt për drejt në uljen e rrezikut për hipertension. Ndërkohë, ju mund të përdorni edhe këto pije natyrale për të ulur tensionin e lartë të gjakut. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët gjithashtu kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Receta e dytë është pikërisht ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfurit, të cilat kanë aftësinë që të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin tuaj nga organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të saj. Kura me uthull dhe sodë buke. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë ujë dhe një majlugë çaj me sodë buke dhe një lugë gjelle me uthull molle. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi. Këto minerale janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe për uljen e tensionit. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një majlugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.